dokumentuar dhe nga pikpamja teknike të regjistruar se si ky proces ka ndodhur, se ka dhe element teknik që implikojnë procesin e kalimit të dhënave nga një subjekt tek subjekti tjetër. Kështu që kushdo që ka interes përpara se të dali me konkluzione, është i lutur të vi të bëjë gjithë verifikimet e mundshme nëse ka këtë shqetësim. Por sikurse e kam bërë me dje dhe më herët kur filloi procesi i regjistrimit të votuesve nga jashtë, KQZ ka një vëmendje të shtuar, sepse dim se çfarë historirash dhe eksperiencash jo të mira ka ndodhur në lidhje me të dhënat e qytetarëve shqiptar, dhe për këtë arsye e kemi të shtuar vigjilencën dhe protokollet e kontrollit për këtë çështje. Shqetësimi mund të jetë legjitim, por nuk ka shkak për tu shqetësuar për këtë. Dhe bëhet fjalë për një kompani e cila është e standardit më të mirë ndërkombëtar në kuptim të administrimit dhe menaxhimit të dhënave të individëve. Cili është temi përqëmëria juaj që procesi të realizohet 100% qoftë normalizatë, qoftë Sinqerisht nuk di ta them, por numrat në lidhje me mbërritjen janë i kurajues. Pra kemi 36% të votuesve që janë regjistruar deri më sot, të cilët e kanë marrë zarfin. Dhe për ne ky ka qenë shqetësimi kryesor për shkak të problematikave me adresën që kemi konstatuar në jo pak raste gjatë procesit të regjistrimit. Por deri tani nuk kemi qoftë një raportim të vetëm nga kompania DL që nuk ka mundur të dorëzoj zarfin tek një zgjedhës. Deri tani. Kuptohet që janë në proces, janë gati 90.000 zarfa të cilat janë në proces të shpërndarjes. Dhe analizuar këtë të dhënë, mendoj që ky numër do të jetë relativisht i lartë. Ideale do të ishte që 100% e votuesve të votonin dhe 100% e votave të tyre të mbrinin, por në dijenin time edhe në eksperiencat më të mira botërore nuk ka ndodhur që 100% e fletëve votimit të mbrin, 100% e fletëve e votimit të kthehen mbrapsht në institucionin përgjegjës. Në lidhje me, do dua të shtoja diçka në lidhje me këtë çështje e njoftimit të votuesve nga DL. Numrat dhe adresat e emailit i ndihmojnë dhe vetë votuesit për të gjurmuar ku është zarfi i tyre. Pra, është një element që u shërben atyre më së pari për të ditur që fleta ime votimit ku është akoma në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është në avionin e DL-s, është në filan shtet, apo është në qytetin ku unë banoj. Ku është momenti i parë që i shkon pranar asaj prediktorit? Ku do rria qoftë janë një partë të zgjedhësit? Prender nga ju këtu kur vullet zarfi këtu, kur është momenti që fillon gjurimi për të nga zgjedhësit? Që në momentin që DL e fut në sistemin e vetë të procesimit, i dërgon një njoftim zgjedhësit që ju do të merrni një, ndoshta në Leipzig kur mbrin atje në qendrën, nuk di ta them këtë, nëse fizikisht ndodh këtu nga Tirana apo ndodh në Leipzig, por që në momentin kur kjo si e dhënë futet në databazën e DL-s, gjenerohet automatikisht mesazhi që juve do t'ju mbri një njoftim do t'ju mbri një dërgesë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryeministri Birama ka publikuar në një fotografi të një emigranti me figurë që ka marrë zarfin e DL-s. A është korrekte nga ana e kryeministrit se ka publikuar sigurisht ka qenë zyrtar i institucionit dhe në fotografi?
Jo, ajo është një foto, nuk jam i sigurt që nuk e ka bërë kryeministri, e kanë bërë vetë ata votuesit, e kanë postuar ata. Ai ka postuar mbritjen e Po. Kjo në fakt është pozitive sepse tregon, është inkurajuese për votuesit të cilët presin, sepse ka patur shumë skepticizëm. Ne kemi shumë miq e shokë të afërm, familjar, po dhe bashkëpunëtor, të cilët edhe janë dirë realisht emocionuar kur kanë britur këto zarfe. Ajo nuk është vota, thjesht është evidentimi i faktit që kanë britur Jo, atë ka publikuar vetë familjarë aty, se nuk besoj që ka shkuar kryeministri ka bërë foto asaj familjes. Po, kryeministri ka përdorur, është punë e tij, nuk është se ka, e ka konsideruar që ka benefit për të nga pikpamja elektorale, a e ka konsideruar që ky proces u realizua kur të vi radha, e pyesni kryeministrin, do t'u japi përgjigje për atë. Po, nëse flasim, nëse ka ndonjë palishmëri, nuk ka asnjë lloj palishmërie. Si nga ana e atij votuesit dhe familjes së tij, biles thash është pozitive në një pikëvështrim, sepse është domethënëse nga pikpamja e asaj që ky proces i votimit nga jashtë po ndodh. Po kështu edhe për rastin e kryeministit që e ka shpërndarë në rrjetet e tij sociale. Mund ta bënte edhe ndoshta edhe KQZ mund ta postoj në rrjetet e institucionit. Bashkë në Shqipëri, diaspora nuk ka mandate të rezervuara në parlament, ndërkohë duke parë edhe trendin e